Hoxh Ebu Hurejra, shpesh ju dëgjojmë ju hoxhallarëve të kur citoni hadithe, thoni transmeton Ebu Hurejra, këtë hadith, transmeton Ebu Hurejra. Tash logjikisht ateisti mundet me pyet, mirë, ki Ebu Hurejra, i cili po i transmeton këto hadithe, në bazë të haditheve ne po jetojmë jetën tonë muslimani, a ka mujt me rrejt, për shembull një hadith me thonë nga vetja, jo nga profeti Muhammed. Jo Ebu Hurejra, po asnjë sahabe nuk mundet me rrejt. Absolutisht. Sepse Allah thot radiallahu anhum wa radu an. Allah është i kënaqur me ata, me sahabe, edhe ata janë të kënaqur me Allahun. Terahum ruken sujeden, ishe duke bo ibadet për sahabet. Se Allahu, vim të ajeti, ruku sejdë, po falë namaz. Si imam fi buxumin athari sujud, kanë shanët e sejdës në balë. Dhalike methalum fi Teurat, kjo është shembull i tyre në Teurat. U methalum fil Injil, edhe vazhdon, nëse është shembull i tyre, i sahabeve. Në Injil është kështu. Fillim ajetit është ajeti i fundit sura Al-Fath. Alladhina ma'ahu, ata cilët janë me atë. Ruhamau bainahum, janë të butë me një tjetrin. Ashpër janë me jo besimtar. Edhe po tregon përshkrimin e tyre në Tevrat, edhe përshkrimin e tyre në Injil. Pra Allahu 1000 vjet përpara i ka përshkruar. Jo vetëm Muhamedit sallallahu alaihi Tevrat e Injil, po edhe sahabët i ka përshkruar. Shokët e Muhamedit do të jenë kështu. Para mendoj çfarë gjenerate. Edhe tash dietarët e hadithit hulumtojnë e këshyrin atë zinxhirin e transmetuesve me ardhërët e sahabe. Ardhërët e sahabe mur fund. S'ka që ka me analizu sahaben. Ma të isi nuk e beson. Po, s'ki që ka bon. Mirë po, ajet është se ata nuk din me rajt. Nuk ka shans në një sahabe me thonë e ka bo, ose e ka thonë këto pejgamberin për e thonë. Shans nuk ka këto. Se Allah nuk është i kënaqur me gënjeshtar. Radiallahu anhum. Allah është i kënaqur me ta. Allah nuk është i kënaqur me njerën e prisht. Me gënjeshtar nuk është i kënaqur me Allah. Por ata fillimisht ateist nuk e beson as Allahun. E lemo këto me besu. Do argumente do gjithë të hadithe, ndoshta i ka saju vet Ebu Hurejra. I kum lexuar unë do të bëj. Po. Mund gjithçka me thon, por Ebu Hurejra është sahabja, pse më shumë ti sulmohet Ebu Hurejra. Fillimisht Ebu Hurejra është sulmohet prej sahabeve. Pastaj sulmohet Ibn Taymija. Buhariu. Kena me dalë dhe të Buhariu. Pastaj sulmohet Ibn Taymija, pastaj tash shkon fund sulmohet Albani. Ta cilët e ruajnë hadithin, sunetin, ata më shumë ti sulmohen. Sepse Ebu Hurejra transmeton 5374 hadithe. 5374. Aty është feja. Do të jemi edhe te fjala sunne, çka do të thotë fjala sunne. Edhe ka bëu dua pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për Allahu me adhon memorin e fortë Ebu Hurejrës. Se shembull kur e ka pyet kush e meriton shefatin ton ja Resulullah, ka thonë lima ra'aytu hirsak li hadith. Kur e kom pa zellin ton për hadith. Pashallon e kom ditë se përveç te kur s'ka me më bo këtë pyetje. Ose çka ka qenë Ebu Hurejra. Ebu Hurejra është bo musliman në ditën e shërimit të Hajberit, mbetja Hajberit, vitin e 7 të hijretit, është bo musliman. Pra vetëm 3 vite ka jetu si besimtar me Muhammedin a.s. Dhe menere ka pa. A namaze me vite ka falë, Ebu Bekri Umer, gjithë e kam falë. Por edhe po ja parashtron pyetjen. Buhari Muslimi transmetojnë hadithin. Ja Resulullah, bi ebi ente ummi, e rejtë sukutek, ba'de tekbir u qabl al-qira, madha taqul fi? Për ty, o pejgamber Allah, e floj babën edhe nonën, apo është këtë heshtje tonde, pas tekbirit fillestar, para se me lexu Fatihan, po hesht, çka po thunte? Çfarë të bënu themini? E logjikshme kishte me qenë, kur hesht njeriu njerë me pyet, apo thu diçka? Nëse thot po, atëherë me pyet, çka po thu?
Por drejti ka thonë, çka po thu? Pse? Sepse gjua në namaz nuk pushon. Prej tekbirit deri te selami nuk ka pushim. Gjithmonë thu diçka. Me përjashtim nëse je xhamat e falesh pas imamit, e namazi është me zo. Po nëse falesh pas imamit është pas zo, gjithashtu nuk pushon. Gjithmonë thu diçka. Edhe ka tregu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam çka thot, atë duan hyrse Buhariu Muslimi që ka përparësi ndaj subhanekes, se subhaneke nuk e transmetojnë Buhariu Muslimi. E ky është edhe për farze preferohet. Allah me bajt bejni, tash mos hyjmë në këtë. Po, po. Edhe e ka tregu. Pra kjo është ajo Buhariu. Ose shembulli tjetër. Për këtyne 10 përgëzuar me xhennet. 5 a 6 jo mbo musliman përmes Davet e Abu Bekrit. Prej ditës parë ka fillu me u bo Davet, sidomos familjes, i vetmi sahabe të cilit edhe prind, edhe gruaja, edhe fëmia gjithë janë bo musliman, i vetmi sahabe. Pra, rrjedhimisht ka fillu mener me bo Davet edhe babës, Ebu Kuhafes. A din kur u bo muslimanaj? Ditën qërimit të Mekës, vitin e 8, Ramazan viti 8, 13 vjet para hijretit, 8 pas hijretit, 21 vjet pa ndërprej ka bo Davet babës vet. Subhanallah. Tek atë ditë të bu musliman. Nërsa Abu Hurajra, ajnon bënë muslimane. S'po pranon, s'po bëhet. Nona e Abu Hurajrës. Nona e Abu Hurajrës. Po shkon, ja Rasulallah, bon dalet bëhet nona e muslimane. Kur po kthehet, veç gjë muslimane. Subhanallah. Shkurt, jo se Ebu Bekri. Po kjo o mbështet të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, bon do, Allah e ka pranuar doan edhe është bu musliman. E ky tash Abu Hurajra me këtë memorje, të cilën memorje e ka testu edhe Abdul Meliku, halifja asoj kohe. Halifja ka qenë edhe ka përdon me testu. Ka thonë Abu Hurajra se Abu Hurajra e ka pas tash tërthora zë diçka tjetër që ka po na vret. Radita safave. Rregullimi i safave është diçka shumë e rëndësishme, se duhet mu afru besimtarët në saf, me njënitet duhet mi ngjesh safat. Me pas kontakt fizik krah për krah, zog për zog të kome. Se kështu përmes këtij kontakti fizik kalon edhe jo shpirtërore, edhe Allah i afron zemrat. Nëse ka zbrastira mes dy xhamatlive në një saf, Allah ja u largon zemrat. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam shpesh nuk ka nejt vendin e vet mihrab, por ka hy me safet, thonë sahabet, na i preke supet për mi rregullu safat. Kështu ka vazhdu Ebu Bekri, kështu ka vazhdu Omeri në fillim, e pastaj në kohën e tij, pasi është rrit shteti, rrjedhimisht është rrit numri i muslimanëve, cilët kanë pas dëshirë me jetu në Medinë, edhe është pa nevojën për me zgjeru xhamin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. E tash nuk po bën shumë safa, e ka saktuar një person, por pa i dhënë shenjë disa safa përpara, vet Omeri ka radhit, më mrapa ai ka radhit. Pa i dhënë shenjë ai nuk është lidh namaz. Kështu duhet veprojmë. Kështu kanë vazhdu krejt mastina, derisa Abdul Meliku, që kone ka caktu Ebu Hurajrën për me andrejt safat. Edhe një ditë po e thret, thot, kisha pas dëshirë, letëgjat me dita, me ndëgju krejt hadithet të cilat të i din. Krejt s'ka din të hadithet. Edhe në punësin e vet e ka urdhru mrapa perdes, pa dije të Ebu Hurajra. Ebu Hurajra nuk po din. Çka të flet Ebu Hurajra ti me shënu? Halifja i thot nën punësit, shefu, edhe në dëgjo, po. Çka të flet ti shënu? Edhe pas një viti, prap, thot, a bon edhe njëherë me ardhë, halifja po i thot Ebu Hurajrës, tash po i thot ati nën punësit, e hapat ato fleta çka ki shënu, edhe për cille. Edhe e ka përcjell as një pik, as një presje, as ma shumë, as ma tepër. Çka ka thonë para një viti, ashtu ka thonë edhe pas një viti. Kjo është fesun. Nuk e lejon. Të më bëjsh Allah, që ki shembull që e thove tash, është shumë i thjesht për ta kuptuar që në hadith nuk ka rrejna nga Ebu Hurajra apo se. Për ndryshe, për shikuesit, ishte një natë verore në vushtri Ramazani, ishim atje falëm taravien, pas taravijes, unë si djali i ri, gjithmonë kom qenë kështu, aty nuk du në fejen copy paste. Baba ka musliman edhe unë jam musliman. Jo, du me t'jemi bindur, auton. Edhe çdo sen, edhe kisha ato dyshimet i mia si i ri, thësha,
subhanallahu, këto hadithe mundet me rrejnë dikush, ose ka rrejnë dikush, ose qysh me u besu se hadithi është i vërtetë. E ç'ky shembull që e tregove tash në podcast, para 10 viteve pa të tregu, ka qenë elhamdulillah që ma qeli Allah i zemrës, edhe më kur nuk dyshoj në hadithe. Çka është Buhariu, Muslimi, për mua është sigur Allahu punon me sebepe edhe i ka dërgu sebepet për me rujt këtë fe. Se citova në fillim ajetin, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun, na kena shpall këtë fe, këtë Kur'an, këtë fe, pra edhe Kur'ani edhe hadithet, edhe na e rujmë. Nuk ka logjik me bo diçka pejgamberi alayhis salam. Ndoni ibadet, edhe na mos me marrë vesh, mos marrë tek ne. Nuk ka logjik, atëherë kjo po bëhet loj. Pse me dërgu, çka ka qenë roli pejgamberve? Me u tregu njerëzve qysh me besu Allahun, qysh me i bo ibadet Allahut. Tash me pas shkputje mes pejgamberit edhe njerëzve. S'ka logjik atëherë. Pra Allahu i ka vendos mekanizma të shëndosha qysh me rrjedh, me vazhdu feja deri te çdo njeri. E pastaj ai vendos pa imponime, pa presione, ai let vendos vet, po informata duhet marrë te ti. Në këtë mënyrë ose në atë mënyrë, vjen informata te ti. Po arabët janë një popull me shumë memorje. Neve na duken si pralla, shembull. Ebu Gjahit, edhe pse ka qenë prej Mu'tazilive, ka qenë alim në ilmul belaga. Me thonë në alegori ose edhe është nal Ebu Gjahid syti ka pas të fryta. Këtë karakteristike ka pas. Edhe po i shet 2 vet ka fjalosin edhe u nal vetëm po i shiqon. Edhe po ndëgjon. Edhe ka pas se po shkumojnë, po skuqen ata. Nuk janë fjalë të mira ato. Vetëm sa nuk janë nxit fizikisht. Edhe po shkojnë të dytë të kadia. Dhe po thojnë, ai për tjetrin edhe kë anasjeltas, kë më ka shoh, ai kë më ka shoh, kë më ka ofendu, jo kë më ka ofendu. E mirë thot, ku po e din se këto të regojnë, njëri ka qenë Bizantin, tjetri ka qenë Persian. Të dytë kanë folë në gjuhën e vetë, se kanë ditë gjuhën e një tjetrit. Po e disha o skuq që qysh e mo se kuptua, po e di në bazë gjese që ai po më shane, po më ofendon. Edhe këtë ashtu thot, me a keni dëshmitar? Thot, jo, po mendojnë. Majtë mendo, më thot, nuk e njo kush, po e përshkru në syti kishte të fryta pak qita, edhe ai me vëmende në kanë dëgju. Ebu Gjahid, edhe urdhën në kadju e bin. Thot, a din gjuhën persiana, nuk e di. Gjuhën e bizantinve, as ato nuk e di. Po na vjen keq, po thot ka di aty në dyve smunum. Thot, më fal ka di, po unë nuk e di gjuhën, por e di ky çka e ka thonë, ky çka e ka kthy. Në dytë ose 2 ditë më vonë. Vetëm e kanë dëgju. Ose Shafiu rahimehullah, kur ka qenë në rënit të vet, ka pas dikur ndonjë stand me libra, dhe një libër të holl e ka marrë, po e shfleton, edhe ajde djali mirë, largohu, po më pengon këtu. Thotë se veç edhe pak dhe po e përfundoj. Çka përfundoj? Po s'm vjen mu libri. Çka po flet? Do veç edhe pak. Po përfundoj, merre tash për cilë. Njëre ka lexuar dhe kam su përmend shkret. Këta janë njerëz. E përmendëm Buhariun. Po Buhariu i ka ditë përmensh, Imam Ahmedi 1 milion, Buhariu 600.000 hadithe. Nuk ka në Islam 600.000 hadithe. Sali ma thonë që aty çka e ka në përmbledhjen e tij, musnedin e tij Imam Ahmedit rreth 30.000. Thot për pasha Allahun. E po qysh këto prej 30.000 qysh morën 600.000. Ka hadithi përmbahet prej 2 pjesëve. Se me thonë 2 komponente, 2 pjesë. Metni, fjala pejgamberit alayhis salam, edhe senedi zinxhiri transmetuesve. Po. E tash njëjtin tekst me rrugë të ndryshme,
me njerëz të ndryshëm të zinxhirit transmetuesve dhe kështu ka arritë 600.000.